të komentet islamofobe. Fyrje, sharje të mëdhoja të rana ndaj hoxhallarëve, ndaj gjithë neve që dalim video në YouTube, Facebook, TikTok, Instagram e tjerë. Pse mirën këto me neve? Pse nuk e bëjnë këshire sa mirë shtash me gisht? Fusht, apo se pëlqen fejen islame? Apo se pëlqen hoxhën? Apo duket hoxha me mekër taliban i keq? Pse rrin video ton? Pse nuk ja bën kështu? Për shembull, mu s'm pëlqen golfi. Sporti i golfit. Le që s'm pëlqen pas rregullat e lojës nuk ja di as hiç, ama unë kur nuk hi për shembull në YouTube me e shoh golfin. Jo, shumë sport i keq. Kto pse na shohin, pse mirë? Këtë fenomen që e përmende, e kam vërit edhe unë fatkeqësisht në rrjetet sociale, domethënë ka një pjesë të madhe të ofendimeve të palogjikshme. E para, nëse ti spajtohesh me një qasje, me një fe, me një pjesë komunitetit shqiptar që kanë një fe të caktuar, për shembull, këtë rast islami dhe musliman shqiptar, nuk pëlqejnë. Mos u merrve me to. Injoroj ata. Bllokoj ata. Bojkotoj ata. Jo to qetë rahat. Pse ke nevojë ti me shqetësu veten me zhvillimet e atij komunitetit brenda kombit shqiptar? Qasja e saktë ishte kjo. Unë më pëlqen diçka merrem me të. S'm pëlqen diçka s'merrem me të. Sigur që e ceka me golf. Po, për shembull domethënë. Momenti që kemi një grumbull të madh njerëzve që zakonisht janë anonim, që ata nuk kanë guximin intelektual as burnor, mund ballafaqu për shembull mendimin me mendim, idenë me idenë, religionin me religion, qëndrimin me qëndrim, ata zakonisht domethënë janë anonim edhe shfrytëzojnë komoditetin e anonimitetit me shah, me ofendu. Po kjo realisht nuk e dëmton idenë edhe mendimin, edhe qasjen, edhe programin, edhe angazhimin, edhe figurën, edhe hoxhën, edhe udhëhecin e misionit. Nuk i denigron ata, denigron ty. Se çdo njeri normal që i jepet mundësia për shembull me pa një emision, sikur se emisioni jon. Edhe një koment ofendues, sharrës, nënçmues, përbuzës që jep një komentues anonim. Ai mundet mos më pëlqej, mos më pajtu me këtë që themi na. Ama asnjëherë s'ka mundësi me thonë që ka shaka ofendu ka bo mirë. Po da. Tham jo besimtar, jo musliman. Se logjika e rëndomt e zakonshme domethënë thotë që kur ti spajtohesh me një mendim, demantoje me argument. Ose nëse s'ke argumente, hesht. Momenti që ti përdor sharje dhe ofendime, kjo tregon se ti s'ke argument, dhe vetmin argument që e përdor është ofendimi dhe sharja, dhe kjo tregon pozitën e ulët tande morale që ki, dhe më automatikisht ti domethënë përjashtohesh nga serioziteti. Edhe nuk merresh seriozisht. Çështja e tretë që jep si mesazh ky fenomen, do thotë atyre nuk kanë fuqi intelektuale me demantu. Po. Pasioni e epshit tyre ose indoktrinimi tyre ideologjik, bota e mbyllur e tyre intelektuale nuk pajtohet me zhvillimin e suksesshëm dhe shëndetësor të islamit tek na. Do thot ai ka dy probleme, këto janë dy shtresë. Shtresë e parë janë ignorantët, shtresë e dytë janë agjentët. Ignorantët normalisht sepse ai ka qef e epshin pasionin edhe çdo sa që aprish qefin edhe pasionin e kundërshton. Ama s'ka argumente me demantu me fakte e shon. Tjetra janë agjentët. Agjentët të cilët punojnë për agenda islamofobe, anti-islame, dhe ata mundojnë njerëzit të largojnë nga islami, të largojnë nga moraleja, të largojnë nga adletarizmi, nga kombëtarja, dhe të bëjnë njerëzit domethënë si është për qëllimeve të neoliberalizmit, njerëzit që vetëm qëllim jetë kanë me shfrynu epshin e tyre. Mi përmbush nevojat e psharakët e tyre. Normalisht këto janë agenda në cilët investohet shumë. Dhe kërkohet rezultat. Shoqata, organizata, buxhete, domethënë përkrahje për shteteve, për ambasadave. Dhe normalisht kur dikush investon në një projekt, ai lyp rezultate. Edhe investon 1 vjet, 5 vjet, 10 vjet, 15 vjet, 20 vjet, edhe këta investim marramendës në resurse financiare dhe resurse njerëzore, fund vjen rezultati se numri i frekuentuesve të xhamive po rritet. Xhamia në Prishtinë full në rrugë. Numri i vajzave me shami po rritet. Numri i njerëzve që i kthehen besimit po rritet. Numri i njerëzve që
kanë objektiva të vlerave fetare në zhvillimet shoqërore, po rritet. Dhe tash ata donatorët, sponsorët, financierët i thënë këtyve agjentëve vetë, çka jeni të bëjë ju? Ku janë rezultatet e juve? Na po japim pare, po bëjmë trajnime, po bëjmë projekte, po jeni të shpërndarë në shoqëri, ama rezultatet s'pa ka, ata s'kan fondet tuja, s'kan buxhetet tuja, numri tyre po shtohet. E tash çka po ndodh? Ju ose nuk jeni të bindur në këto agjendat tona, e jeni të na mashtru neve, edhe jeni të bashkëpunu me ata kundra neve, do më fakisht jeni agjentet tyre të na, jo agjentet tonë të ata, ose jeni të abuzu me buxhetet që na vajapim juve. Edhe këtu ka shumë hapësirë, do më thonë se janë pyetje qindra miliona. Tani kur kryetari i ri i Amerikës e msheli USAID-in, domethënë dolën me qindra miliona buxhete që janë harxhuar nëpërmes USAID-it, Shqipëria, Kosovë e Maqedoni. Po mos flasim plus për Sorosin. Si organizat e shoqërisë hapur. Do janë pyetje domosdoshmë miliarda faktikisht. E tash normalisht çdo kush që jep aq parë, lip rezultate dhe lip përgjegjësi, thotë ku shkon këto parë tona? A i keni përdorur për ato projekte apo i keni zhvat? Normalisht neve si qytetarë të thjesht, ne nuk na intereson kjo pjesa e raportit financiar mes punëtorëve dhe donatorëve vetë, sepse ajo është përgjegjësia e tyre, ama diçka nuk është në rregull në këtë situatë. Edhe për këto arsye pastaj të bëhen agresiv, edhe fillojnë mbese me zbatu projektet e tyre dhe me arrit qëllimet e tyre, ata fillojnë me na shoh neve muslimanëve dhe xhallarët, edhe aktivistat, edhe davexhit na këtë punë e di moti. Se çdo herë kur dikush do niset me e thirr njerëzimin për ke Zoti, me largu nga idhujtaria, nga mosbesimi, nga mendje madhësia, nga arroganca, nga hedonizmi, nga nihilizmi, nga dhënia pas epsheve, nga dhurimin e pareve, nga dhurimin e bukurisë, nga dhurimin e jetës materiale, do të ketë shumë njerëz që me na kundërshtu. Gjithë pejgamberët e Zotit janë ballafaquar, domethënë, me popujt e tyre, ku një pjesë e madhe e popujt të dhe parisë të tyre, intelektuale, akademike, politike, mediatike, biznesit, i kanë kundërshtu pejgamberët e Zotit. Edhe kanë nis fushat kundër tyre dhe kanë tentuar t'i vrasin dhe disa i kanë mbytur, i kanë vrarë pejgamberët e Zotit. E na ty pas të rrëfime kuranore, na kemi shumë qartë se do të kemi situata kur do të kemi kundërshtime të hatashme prej këtyre dhe llojeve njerëzve. Edhe na s'e kemi na problem. Kjo rrugë nuk është me lule. Po, andaj kemi na hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi që na tregojnë se do të vjen ditën e llogarisë pejgamber me një grumbull njerëzish. Do të vjen pejgamber me 3-4 njerëz. Do vjen pejgamber me asnjë njeri. Do të na kemi parasysh se ballafaqimi me masën nuk do të thonë patjetër për me dhënë rezultate. Bile na çka është më interesant, na jemi duke u mahnit se me gjithë mundin e vogël që e japim, kontributin e vogël që e japim, sakrificin e vogël, bereqeti është shumë i madh. Do thotë nevoja e njerëzve për të kthyer te Zoti është shumë më e madhe se kapacitetet tona. Bile na jemi dëshmitar se një numër i madh i djemve dhe vajzave vinë xhami, vinë për të mësuar fen, jo se janë diku prej nesh. Po tu e po zullumin e zullumqarëve kundër Islamit dhe muslimanëve, bile tu e po këtë mllëfin e islamofobëve në rrjetet sociale, në për emisione televizive, ata i kanë provoku këta njerëzit e thjesht që më ardhë me po kush është Elvis Naçi, kush është Halil Kastrati, kush është Ahmet Kalaja, kush është Shefqet Krasniqi, kush është Ekrem Avdiju, kush është Fatmir Latifi, kush është Ferit Selimi, kush është Dr. Metush Mehmeti, kush është Muharrem Ismaili, kush është plot. Unë tash i përmeni disa emra, në më dhëmë veç për ilustrim. Ata të shembull kur i shohin këta figura që vazhdimisht në për emisione ndryshme, lijat e tyre, veç mjalë del nga goja e tyre. Veç ambërsina japin, veç shillat mira, asni urrejtje, asni mlef, asni sharje. Po thëmë, shka kanë be këta që i për i shajnë edhe. Edhe bëhet shka ka jo, edhe fillojnë ata me indjek në për rrjetet sociale, dikush në Facebook, dikush në YouTube, dikush në TikTok, dikush në podcaste, edhe hajtë që të shoftë të xhamia e vetë. Edhe na e kemi pa, dhe më thonë, prej Tirane vinë Prishtinë. Prej Shkupi shkojnë Mitrovic. Prej, dhe më thotë, Shkodre vinë Shkup. Edhe janë këto endje të besimtarve që kanë ëndje, kanë merak të shojnë o xhallartë.
Dikush vjen në Shkup për t'i pa xhallarët e Shkupit, dikush shkon në Prishtinë për t'i pa xhallarët e Prishtinës, dikush shkon në Mitrovicë për t'i pa xhallarët e Mitrovicës, dikush shkon në Pejë për t'i pa xhallarët e Pejës, dikush shkon në Shkodër, dikush shkon në Tiranë, dikush shkon në Elbasan, dikush shkon domethënë në Vlorë, në Pogradec, në Korçë, në Strug, në Dibër, sepse alhamdulillah këto qytete edhe shumë tjera që si përmenda, tani nuk ka qytet të madh toka shqiptare, e në të cilin qytet nuk ka hoxh njofshëm, me dignitet, me kontribut, me angazhim, do thotë që e ka dëshmu intelektualitetin e tij edhe ka qenë kontribues për mirëqenien dhe zhvillimin e jetës fetare dhe shoqërore në ato vende. Edhe andaj që do thotë nga Gjirokastra në fund Shqipërisë, e deri në Shkodër, në lart Shqipërisë, e prej Mitrovice deri në Hantelezit, e prej në Shkup e deri në Ohër, e Kumanov, këtë të qytetet ku ka musliman, kemi hoxhallar, alhamdulillah, intelektualisht ngritur, me titull shkencor, ligjërues fenomenal, angazhues në zhvillimin e jetës fetare, po edhe kontribues shumë të mëdhej në zhvillimin e jetës shoqërore, familjare edhe humanista shumë të mëdhej, që shumë raste të mëdha të rëndësishme, të dhëmshme, ata janë që i mbulojnë. Alhamdulillah, andaj do thotë këtë kjo që ndodh të ofendime, i tregojnë këto elemente që përmendëm, edhe një send du ta them, hoxhallarët edhe aktivistat nuk duhet mërziten nga këto ofendime, nga këto sharje, se janë shumë banale, e kam parasysh, fatmirësisht janë do filtera aty, domethënë për me aprovu komente, mos me aprovu, e kushërin të filterat pak irritohet më shumë edhe ndihet të ofendu më shumë, ama na tjerë që jemi të filterat i shohim veç ato që lirohen mu postu, normalisht ndjem më pak këtë mërzi dhe këtë pikëllim, por i themi na, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, çdo sharje dhe ofendim që bëhet padrejtisht një muslimanit, ajo është ngritje për te tek Allahu dhul xhelal. Ditën e gjykimit. Andaj na do bëjmë sabër, do vazhdojmë udhën ton, kundërshtime do ketë, sabotime do ketë, komplote do ketë, tradhti do ketë, por na duhet me vazhdu udhën ton në rrugën e Zotit. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam edhe këtë gjë neve hoxhallarëve, davetxhive, trimave, luftarëve për kauza të drejta na i ka tregu. Ka thënë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam do të vazhdon një grup nga ummeti im i kapur për të vërtetën, i cili thret për të vërtetën, e mbron të vërtetën, e përhap të vërtetën. Dhe këtë grup nuk e dëmton, shife? As ai që e kundërshton, e as ai që e tradhton. Kështu që unë edhe ti edhe gjithë na që punojmë për kauzën e Islamit dhe jemi atdhetar dhe punojmë për kauzat tona kombëtare në vendet tona, nuk duhet me na mërzit as ai që na kundërshton, as ai që na tradhton, sepse janë këto fenomene normale. Mund duhet me kon të vetëdijshëm se në udhtimin ton të gjatë për të ngritë kauzën e Islamit dhe për të shërbyer atdheun ton dhe kauzat tona kombëtare, kena më ballafaqu edhe me kundërshtar edhe me tradhtar. Dyet janë dhëmshme. Po. Mirë po, kjo asnjëherë nuk duhet me na humb vullnetin e lanin për me e ndal angazhimin ton në shërbimin e Islamit dhe atdheun ton. Alhamdulillah.